gënjeshtra dhe mashtrimi. Dallavergjia. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, el bayyiani bil khiyar. Dy tregtar kanë hapësirën e tyre për të bërë tregti derisa nuk janë ndarë me njëri tjetrin. Janë bashk, e kanë hapësirën dhe mundësinë për të bërë pazarllëk me njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse këta dy janë sinqert në tregtinë e tyre, Allahu xhalla wala burika lahuma. Ju jep bereqet në këtë pazarllëk. Mirë po thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, wa in kadhaba wa katama, e në qoftë se ata i bëjnë dallavere njëri tjetrit dhe i fshehin realitetet për mallin, produktin cilin e shesin, thot atëherë Allahu e heq bereqetin nga tregtia e tyre. Shife sot si funksionon tregtia tek ne. A mund gjesh dikë i cili vërtet të dalë kështu hakikat? Mendoj se të paktën janë. A mund gjesh dikë i cili për shembull një vëlla thot tregtia thot me vetura është fitim prurse. E përmendën si shembull. Po, edhe bash atim që i menjë. Po. Që ti Amo thot nuk kam be thot shansa të fitoj un pa mos me rri dënjëherë. Mora thot jam shefi një detaj, a kupton ose një. Jam shefi ish detajin të hupet bereqeti. Kallzaj ban më far. Keri është çështu. Pastaj betimi i shpesht. A ke patë ne njerëzit, speca shet 20 bie ti bën për të shit 2 kg speca. A kupton? Valla bilat mira janë. Ai e di vetë se ndoshta nuk janë të mira. A kupton? Këto janë disa prej gjërave të cilat në shikim të parë, sallallahu neve na duken gjëra të lehta, po beses. Po dhe më. Betohesh shpesh, nuk e fal namazin, dallavergjim pazar, ju bën padrejtësi njerëzve, pret bereqet. Për këtë arsye lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bëjë nga ata të cilët i binden Allahu xhallahu ala dhe largohen nga këto mëkate me qëllim që të mos na largohet bereqeti nga jeta jo. Amin. Amin.